Presidenti i Gjimnastikës së Përgjithshme në Federatën Ndërkombëtare të Gjimnastikës, Rogerio Valerio, ndodhet në një vizitë pune në Shqipëri. I shoqëruar nga presidenti i Federatës Shqiptare të Gjimnastikës, zoti Leonard Luli, presidenti Valerio shpritur në një takim të veçantë nga presidenti i Koksh, zoti Fidel Ylli. Gjatë takimit, zoti Valerio është njohur me punën e Koksh dhe mbështetjen që po jepet sportit elitar, ku padyshim bën pjesë edhe gjimnastika. Presidenti Rogerio Valerio pati mundësinë të shikojë me detaje punën e Koksh me projektin e ekipeve sportive në shkolla, ku së shpejti pritet që edhe gjimnastika të përfshihet si disiplinë. Presidenti Valerio shpreh impresionuar me punën e shkëlqyer që është bërë me fëmijët dhe shprehu mbështetjen e tij për Federatën e Gjimnastikës. Më herët, zoti Valerio, shoqëruar nga presidenti Ylli dhe presidenti Luli, vizituan një prej palestrave të gjimnastikës në Tiranë. Ky është momenti i dur në këtë palestër të re, tani ka pak muaj që është hapur, dhe ne mbasi mbyllëm 3 vitet suksesshme të ekipeve sportive në shkolla, në voleboll, në basketbol. Tani edhe sipas porosisë kryeministit, nëse dëgjua 2 ditë më parë, që ne do të shtrihemi tani te gjimnastika, te mundja, te peshngritja, te shahu dhe te disa sporte tjera që do futen përsëri në programin e ekipeve sportive në shkolla. Në rast se sporti nuk futet që në moshën 8 vjeçare, ne nuk mund të pretendojmë që të kemi masivizim dhe të kemi sport elitar. Kjo është një politikë shumë e mirë që ne po e bëjmë me basketbollin, tani do mundohemi dhe me gjimnastikën.